Të nderuar nxënës, jemi duke qëndruar në shtëpi nga shkaku I thirrjeve të organeve shtetërore në mënyrë që të japim kontributin tonë në parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Ne, besoj që edhe ju, pritni informata, lajme si dhe shumë shka që ka të bëjë me epideminë, si për shembull, përhapja e virusit, numrin e infektuarve, numrin e të shëruarve, e tjerë. Shtrohet pyetja, nga I marrin këto informata institucionet relevante, si I proponojnë ato dhe si I prezantojnë ato publikut. Nga ana tjetër, kemi raste kur shumë ndërmarrje prodhuese, institucione arsimore, shëndetësore e tjera, bëjnë studime të ndryshme e rasti për të arriturat e tyre, rezultatet në punë dhe shumë shka që ka nevojë institucioni për të bërë analiza të ndryshme. Për këto problematika të do na ndihmoj lënda e matematikës nëpërmjet temës punë me të dhëna dhe zgjidhja e problemeve, ku më konkretisht ne sot do të ndalemi në pika të shkurtra përmes këtij prezantimi të sqarojmë punën me të dhëna. Ju përshëndes unë Zulqufli Salihi, mësimdhënës I shkollës fillore Istiqbal në Tetor. Shumë njerëz tregojnë pak interesim ose nuk kanë kohë që të analizojnë shifrat dhe faktet të ndryshme të dhëna nëpër gazeta apo revista. Mirëpo, nëse këto të dhëna janë të prezantuara grafikisht, ato bëhen më të lehta për të kuptuar dhe mbesin për një kohë më të gjatë në kujdes. Prezantimi grafik I të dhënave e bëjnë leximin e tyre më interesant, më të shpejtë dhe më lehtë të kuptueshëm. Mos harroni që grafikët e rrëfejnë një tregim. Pra, sot do të ndalemi më konkretisht në punën me të dhëna. Së pari, të njihemi me qëllimin e orës mësimore. Qëllimi I kësaj ore mësimore është që të vizatoni, prezantoni dhe interpretoni tabelat të frekuencave apo dëndurive, diagrame shtyllore për të dhënat, llojet e diagrameve, diagram sektorial, grafik vijor për të dhënat. Pra, këto janë disa mënyra për paraqitjen apo prezantimin e të dhënave gjatë një hulumtimi për një temë të caktuar. Shkuptojmë me fjalën punë me të dhëna. Mbledhja apo grumbullimi, paraqitja dhe interpretimi I të dhënave konsiderohet si punë me të dhëna. Statistikat që përdoren për të llogaritur apo për të krahasuar grupin e të dhënave janë mesatarja, moda, mediana apo mesorja, rangu, klasa modale e tjerë. Gjatë studimeve të ndryshme në të ardhmen, do të hasni në terminologjinë populacioni, censusi, mostër. Nga njohuri paraprake dimë se populacion është grupi njerëzve, objekteve, profesioneve, kafshëve apo fenomeneve që kanë një karakteristikë të përbashkët. Censusi është vlera ku përdorim të gjithë populacionin në një hulumtim, ndërkaq mostër është vlera ku përdoret një pjesë e populacionit. Shohim dy tabela të paraqitura në këtë slajd. Këto tabela përmbajnë të dhëna nga një testim që është bërë me nxënësit e klasave në lëndën e matematikës. Do të thotë, tabela e parë përmban suksesin e testit në matematikë, ndërkaq tabela e dytë
paraqet kriteriumin të shprehura me pikë për vlerësim të testit. Në tabelën e parë vërejmë se 5 nxënës kanë marrë notë të mjaftueshme. 14 nxënës kanë notë mjaftueshëm, 20 nxënës notën mirë. Shumë mirë kemi 18 nxënës, ndërkaq shkëlqyeshëm i kemi 12 nxënës. Në këtë tabelë vërejmë se të dhënat janë të dhënat që mund të numërohen dhe dim saktësisht se sa nxënës kanë notën shkëlqyeshëm apo shumë mirë. Ndërkaq në tabelën e dytë vërejmë se kemi 7 nxënës të cilët kanë pikë ndërmjet 0-s dhe 13-s, që do të thotë se këtu të dhënat nuk janë konkrete apo diskrete. Prandaj në këtë tabelë kemi paraqitur klasa. Hedhja të dhënave të një hulumtimi në tabela si më poshtë paraqet tabelën e frekuencave. Tabela e dytë vërejmë se ka të dhëna të vazhduara, pra janë paraqitur të dhëna të vazhduara. Për këtë qëllim janë formuar klasat e të dhënave. Ndërkaq në tabelën e parë të dhënat janë diskrete për shkak se vlerat apo frekuencat mund të numërohen konkretisht për sa i përket suksesit të arritur të nxënësve. Shohim tash diagramin të paraqitur në këtë slajd. Të dhënat të cilat janë paraqitur në këtë diagram janë marrë nga tabela paraprakisht, pra numrin e nxënësve të cilët ndjekin mësimin nga distanca. Do thotë, në këtë diagram janë paraqitur të dhënat nga numri apo hulumtimi që është bërë nga numri i nxënësve të cilët ndjekin mësimin nga distanca. Është e njohur thonja, një foto vlen sa 1000 fjalë. Zakonisht kjo vlen edhe për diagramin shtyllor. Pra, vizatimin që kemi përpara do ta quajmë diagram shtyllor ose paraqitja e të dhënave me diagram shtyllor. Një diagram shtyllor duhet të ketë titull, pra numri i nxënësve të cilët ndjekin mësimin nga distanca, është titulli i hulumtimit. Duhet të ketë shënime në boshtet koordinative, duhet vlerat e frekuencës në largesë të njëjtë duke filluar nga zerja, do të thotë frekuencat duhet të jenë në distancë të njëjtë njëra nga tjetra. Shtylla me gjerësi të njëjtë, pra shtyllat e diagramit duhet të jenë me gjerësi të njëjtë. Shënime në çdo njërin nga shtyllat. Pra duhet kemi shënime në çdo njërin nga shtyllat, sikur në rastin konkret. 8-2, 8-3, 8-4, 8-5 dhe 8-6. Ndërkaq, frekuencat janë të paraqitura me numra në boshtin vertikal. Kush janë llojet e diagramit shtyllor? Pra, mënyrat e paraqitjes së diagramit shtyllor mund të jenë horizontal dhe vertikal. Ja si duket një diagram shtyllor horizontal, ku shtyllat janë në formë horizontale, frekuencat janë në boshtin horizontal, ndërkaq shënimet ndër boshtet i kemi në boshtin vertikal. Ndërkaq diagrami shtyllor vertikal duket kësisoj, ku shtyllat janë të paraqitura në mënyrë vertikale. Në çdo shtyllë kemi të shënuar klasat, ndërkaq në boshtin horizontal shënojmë frekuencat. Pra, për të vizatuar një diagram, duhet të kemi titullin, boshtet koordinative dhe ajo që është më kryesore, frekuencat dhe shënimet në shtylla. Shtyllat duhet të jenë me gjerësi të njëjtë, shtyllat duhet të jenë me distancë të njëjtë njëra nga tjetra, etj.
Tu kemi të paraqitura të dhënat e një hulumtimi, por në formën e diagramit sektorial. Diagrami sektorial të dhënat paraqiten në rreth, cili ndahet në sektor. Të gjithë sektorët në japin këndin për 360 shkallë. Të thotë, vërejmë që ky rreth është ndarë në 5 pjesë, ku secila pjesë nga kjo ndarje paraqet një sektor rrethor. Këtu kemi të bëjmë me një hulumtim për numrin e nxënësve të cilët e ndjekin mësimin nga distanca. Si do të vizatojmë një diagram sektorial nga një hulumtim i caktuar? Dim se rrethi paraqit një kënd për 360 shkallësh. Por një rreth i plot i ka 360 shkallë, që do thotë se ai është një tërësi dhe e shprehur në përqindje është 100%. Kur numrin 100% e ndajmë sipas numrit të përgjithshëm të nxënësve që është e marrë në këtë hulumtim, që do thotë 70, atëherë do të fitojmë përqindjen që i takon një nxënësi në këtë rreth. Do të thotë 100% pjesënim 70 është e barabartë me 1.4%, që do të thonë se një nxënësi i takon 1/4% e vijës rrethore ose rrethit. Për shembull, të marrim në klasën 8A3, ka 20 nxënës të përfshirë në mësimin në distancë, edhe 1.4% do të thotë sektorit rrethor që i takon ose paraqet klasën 8A3 i takon 28% e sektorit, pra e rrethit. Pra 28% e rrethit është pjesa që i takon nxënësve të klasës 8A3. Këtë përqindje tash po ta shndrojmë në shkallë, atëherë duhet të caktojmë 28% e 360 shkallëve për të ditë më konkretisht se sa është këndi që i përgjigjet këtij sektori rrethor. Sepse për të vizatuar sektorët rrethor, neve na duhet të dimë këndin e secilit sektor sipas vlerave përkatëse. Kemi edhe një variant tjetër apo mënyrë tjetër për të llogaritur këndin e sektorit rrethor. Përsëri themi se rrethi paraqet këndin për 360 shkallësh. Nëse këtë këndin për 360 shkallëve e ndajmë sipas numrit të përgjithshëm të nxënësve, do të thotë pjesëtim 70, do të fitojmë numrin për këndin 5/2 shkallë, që do të thotë se një nxënësi i takojnë 5/2 shkallë nga ky rreth. Për shembull, klasën 8A3, pasi kemi 20 nxënës, herë 5/2 shkallë, do të themi se këndi i sektorit rrethor që i përgjigjet klasës 8A3 do të jetë 104 shkallë. Prandaj do të konstituojmë këndin për 104 shkallë dhe në mënyrë të ngjashme veprojmë edhe me klasët tjera, ku secili kënd që do të fitohet, shuma e të gjithëve patjetër të na jep në fund këndin për 360 shkallëve. Në këtë mënyrë bëhet vizatimi i sektorit rrethor mbasi se çfarë të dhënash kemi bartur në një hulumtim. Vërejmë tash një diagram ku përsëri kemi boshtin vertikal, boshtin horizontal, kemi të dhëna në boshtin vertikal, kemi të dhëna në boshtin horizontal, si dhe rrjetën koordinative ku kemi të paraqitura disa pika të cilat janë të lidhura me një lakore. Ky hulumtim ka të bëjë me vlerën e një automobilave në 5 vite, që do të thotë në vitin kur është prodhuar makina, sa është çmimi fillestar, do të thotë është 15.000 euro,
Pas një viti e njëjta vetur shitet me 12.000 euro, pas 2 vitesh 10.000 euro e kështu me radhë. Këtë rast do të themi ose ky vizatim paraqet grafikun vijor, i cili është vargu i pikave të lidhura me vija të drejta. Në boshtin horizontal vendoset koha, pra zakonisht në boshtin horizontal vendoset koha. Diagrami vijor paraqet ndryshimin e të dhënave gjatë intervalit të caktuar kohor. Pra si ndryshojnë të dhënat me ndryshimin e kohës. Zmadhimi ose zvoglimi i të dhënave gjatë kohës quhet tendencë. Shembull të ngjashëm mund të kemi pikërisht në situatën aktuale që jemi, përse i rikthehemi te virusi, përhapja e virusit. Institucionet mund të bëjnë hulumtime, për shembull për periudhën 1 mujore, si është tendenca e përhapjes së virusit, për shembull gjatë muajit prill. Çka bëjmë atëherë? Në boshtin horizontal i shënojmë ditët ose datat, ndërkaq në boshtin vertikal numrin e të infektuarve për çdo ditë. Shpresoj që diagrami të ketë tendencë zvoglimi gjatë muajit prill dhe maj. Edhe diagrami vijor duhet të ketë titull, duhet të ketë shënime në boshtet, shpërndarje uniforme të vlerave në boshtin vertikal, shkallën kohore në boshtin horizontal. Pra, ata që i përmendëm pak më parë. Pra, ishte ky një prezantim sa i përket punës me të dhëna, në të cilën mësuam për tabelat e frekuencave apo dendurive, diagrame shtyllore për të dhënat, diagrame sektoriale për të dhënat, grafikun vijor për të dhënat. Ju falenderit për vëmendjen. Do të përpiqeni që nga libri shkollor në faqe 292 të zgjidhni detyrat nr. 17 dhe 18. Mirupafshim.